Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër emision të Pasion e Profesion. Jemi përsëri bashkë gjatë kësaj jave dhe ne kemi qenë, siç edhe ju e dini, në Republikën Çeke. Pra, është muaji i Çekisë, ku do shihni edhe materiale të ndryshme të përgatitura atje, por gjithashtu do i kemi këtu si javën e kaluar Andin dhe Florianin. Do e ndjekim së bashku materialin të cilin e kemi përgatitur në Prag dhe rikthehemi përsëri këtu në studio. Por së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e këtij emisioni. Në muajin e Çekisë, patjetër që do e kemi pra Pragën edhe gjatë natës, do ju shpalosim jetën e natës të Pragës, këtë vend kaq të bukur. Jemi tani në sheshin e Pragës, ku jemi tek kjo ora astrologjike, orloj, ku shumë afër, pra vetëm 5 hapa nga këtu e kemi restorantin, në të cilin do të shkojmë sot. Do e vizitojmë pra pronaren e këtij restoranti Lorenci, i cili është nga Shqipëria. Dhe do e shohim se çfarë do na thot ai për restorantin e tij, po ashtu edhe për Pragën. Ora astronomike e Pragës është një nga funksionet më interesante të saj. Ajo tregon jo vetëm kohën toksore, por edhe kohën sipas sistemit të vjetër astrologjik dhe lëvizjeve të trupave qiellor. Ajo tregon pra përmes diskut blu të artë, tregon pozicionin e diellit dhe të hënës në përshenjat astrologjike, gjithashtu kohën e lindjes dhe perëndimit të diellit dhe ndarjen e ditës sipas orëve të pabarabarta mes lindjes dhe perëndimit. Të njëjta si ora bohemiane dhe ora e vjetër. Në thelb, ora astrologjike e orloj është ajo që tregon pozicionimin e diellit në astrologji dhe kohën astrologjike të ditës, duke i dhënë orës funksionin e saj e një horoskopi vizual mekanik. Të dashur, pak më herët ju tregova që jemi në Prag. Pra këtu kam nderin dhe kënaqësinë që të jetë bashkë me mua edhe pronari i një restoranti shumë të bukur mes qendrës së Pragës, Lorenz Hyse. Lorenz, faleminderit shumë që gjete kohë dhe na mikprite kaq mirë këtu në restorantin e juaj. Faleminderit ju dhe mirë se keni ardhur. Lorenz është vërtet një vend i bukur, është një restorant 3 kate, secili kat ka historinë e vet. Do na tregosh edhe ti pak më shumë, edhe do shkojmë e vizitojmë edhe katet e tjera, por jemi këtu në katin e 3 të restorantit, ku do na tregojnë ndoshta Lorenci pak më shumë edhe rreth këtij kati, por edhe rreth të kaluarës së tij, se Lorenci tashmë është që 30 vjet këtu në Prag, edhe do na tregoj pak se si ka ardhur dhe si ka shkuar gjithçka deri tek ky sukses kaq i madh këtu. Tu ndodhemi në restorantin Steakhouse, te kemi titullu kështu. Është një nga ambientet me një vlerë historike. Godina e gjithë është i përket shekullit të 13, ka qenë rezidencë e mbretit parë çek. Kati ku jemi është interesant për vetë faktin që në shekullin e 18 ka qenë
një nga salonet kryesore të kohës ku vizitohesh nga Franz Kafka. Dhe ajo që e bën më pikante është fakti që Albert Einstein gjatë kohës që ka jetuar, atij viti që ka jetuar në Prag, ka prezantuar këtu, në këtë ambient që ndodhemi ne sot, teorinë e relativitetit. Pra e parë është e prezantuar në Prag. Kjo jep një vlerë shumë të veçantë këtij ambienti që me kurreshti shumë madhe vizitohet nga qindra njerëz nga gjithë bota. Po ashtu edhe kur e dini historinë është një ndjenjë ende më e veçantë, edhe përveç ushqimit dhe gjithçka ambienti është shumë i bukur. Lorenz, po të kthehemi pak ndoshta 30 vite më parë. Si ishte vendimi që të vini dhe të jetoni në Çeki, në Prag? Para 30 vitesh vendimi kryesisht ka qenë babai dhe nënës time, se ne jemi shpërngulur nga Tirana bashkë me familje. Ka qenë një iniciativë e tyre, unë bashkë me motrën time ishim në fund të gjimnazit dhe ishim në Prag të fillimit të studimeve të larta. Prindit përveç kohën e vështirë që ishte në Shqipëri, morën një vendim që të transferoheshim në Republikën Çeke. Vendosëm në Prag me ato vështirësitë që kishte koha. Ne nuk e dinim as gjuhën, përveç faktit që baba jon kishte punuar me vite më përpara me tregti midis Çekisë dhe Shqipërisë. Dhe në atë guximin e tij, të nënës, ata vendosën që të na sillnin këtu dhe të përpiqen të aklimatizoheshim në Prag. Po, cila ka qenë ajo puna juaj e parë që keni bo pasi keni mbri këto, ndoshta përveç shkollimit dhe gjithave? Është periudhë interesante, sepse Çekia nuk është një nga vendet që ofron kushte ose atëherë po flasim që ishte kushte të favorshme për emigracion. Dhe ishte shumë e vështirë që të gjeje vende pune. Ne duke pas parasysh që vinim nga Shqipëria me një investim tonin, kërkonim hapësira që të investonin, duke qenë se edhe Çekia në ato vite sapo kishte filluar, ishte hapur ekonomia e tregut dhe ishte shumë e thjeshtë, domethënë në një farë mënyre me kapitalet e kohës që në ato mundësi që kishim përqendruam që të shikonim për të hapur një biznes dhe nisëm të shikonim. Kjo na zgjati rreth një viti. Kryesisht me njerëz miq, dashamirës që na ndihmonin, na sugjeronin, arritëm që të hapnim një biznes, një dyqan floriri. Ku shisnim një nga gjërat tipike, që është edhe kjo e Çekisë, është granata, është gur granata çeke quhet. Morëm një hapësirë këtu në qendër afër dhe fillon të tregtonim. Diku afër edhe restoranti. Po. Kemi shumë pak kilometra larg që këtu. Dhe fillon të tregtonim atje në një hapësirë të vogël në kushtet familjare, në fillim fare, dhe ky ishte fillimi jon. Po. Pastaj u desh që me kohën ne kishim ndërprer studime, unë dhe motra morëm vendimin që të mësonim gjuhën, sepse ne nuk e dinim gjuhën. Dhe na u desh pak kohë që të investoheshim tek mësimi i gjuhës, sepse ishte një nga gjuhët që nuk i përkiste formimit ose pjesës që gjuhëslave dhe ne nuk kishim të orientuar në këtë lloj ndërtimi. Shumë e vështirë, por pas një viti e gjysmë, 2 vjetësh rreth, ne arritëm që ta flisnim deri diku dhe të futeshim studimeve. Po çfarë keni studiuar? Unë kam studiuar për administrim biznesi. Do thotë në rrugën e duhur, edhe tani me restorant. E shikoj se do dashur ne dolëm pra bashkë me Lorencin këtu edhe në sheshin unik të Pragës, sepse është vërtet ndjenjë e veçantë dhe shumë kënaqësi e madhe me boksi, bashkëbisedime me shqiptar kaq të suksesshëm nëpër vende të ndryshme të botës. Është kënaqësi e madhe me pa që edhe Lorenci ka kaq shumë sukses mes sheshit të Pragës. Pra përveç bizneseve të tij, ky restorant kaq i bukur, cilën e pam edhe brenda, por do e shohim edhe pjesët e tjera të këtij restoranti.
vërtet është një kënaqësi e madhe. Lorenz, po cilat ka qenë ato vështirësitë më të mëdha gjatë kësaj periudhe për të arritur deri këtu, ku keni arritur sot? Shiko, asgjë nuk arrihet, nuk është e thjeshtë. Do të thënë, iniciativa, guximi dhe ajo që ka qenë më një nga pikat më të forta të suksesit ka qenë familja. Sepse duke qenë bashkë, familja ka qenë një ndihmë shumë e madhe në këtë kuadër për t'ia dalë vështirësive që kanë qenë jo të pakta. Dhe që të arrinim që me guxim t'investonim, me mund, patjetër që t'investonim dhe t'ia dinim. Familja është mbështetja pjesa kryesore e këtij suksesi. Po patjetër. Po shohim që ka edhe ndoshta shumë klient besnik që janë ndaj restorantit Steakhouse, por gjithashtu edhe shumë turistë, sepse është një pikë shumë strategjike këtu për gjithë turistë që të vinë. A na tregon diçka pak edhe për këtë ndërtesë kaq të bukur? Po, kjo ndërtesë i përket gjithë sheshi është i shekullit 10. Po. Është një nga sheshet më speciale të Çekisë. Godina që po flasim ka qenë, siç e thash, lart, godina e mbretit parë çek. Në fillimet e saj kanë shekullin e 10. Po diçka për emrin, e ka emrin Orloj, diçka të veçantë. Orloj, këtë restorant. Për vetë faktin që po ta shikoni, ajo ora ndriçohet. Po. Dhe pikërisht projektori që ndriçon ato orë është i vendosur në taracën e këtij ose në çatin e kësaj godinës. Po. Dhe çdo ditë, çdo natë në sakt ai e ndriçon. E ndriçon. Mas parasysh që kjo është një pikë ndriçimi për atë, unë vendosa që ta vej emrin Orloj. Por edhe ora këtu në sheshin e Pragës ka një histori veçantë që kisha dashur me tregu Lorenci vet. Po. Që ndodhet vetëm në Çeki. Personi ose ai njeri që e krijoi e themeloi orën astrologjike, pati fatin e keq që bëri një vepër kaq bukur dhe pa përsëritshme, saqë për kohën që ishte që mos ta bënte, tani ta bënte në një vend tjetër, ta përsëriste, atij ja hoqën syt. Dhe për vetë këtë fakt të trishtueshëm, kjo vepër kaq e bukur ndodhet vetëm në Prag. Vetëm në Prag, dhe është shumë kënaqësi e madhe që të jemi këtu të pranishëm dhe të shohim këtë mrekulli, por gjithashtu dhe restorantin e Lorencit, që besoj që Lorenci tashmë do na tregojë edhe pjesën tjetër të mbetur të këtij restoranti. Kjo godina aty është tipoluar në 3 ambiente të ndryshme. Këtu shërbehet në katin e parë shërbehet kuzhina tradicionale çeke, vendase. Në ambientet e jashtme, në teracë shërbehet e miksuar. Poshtë kemi restorantin e quajtur të mesjetës, edhe i arredur në ato. Dhe lart që panë është ambienti çik më ekskluziv. Po. Edhe është Steakhouse. Po vazhdojmë pra, edhe ndjekim bashkë edhe pjesën tjetër të restorantit. Lorenz, kjo pjesë më fasionoi. Kjo është një nga ambientet që ne kemi qytet ambient të mesjetës, restoranti, për vetë faktin që shikoni, këto rrethinat janë të shekullit 10, siç thash më lart. Dhe është nga vendet speciale, unike në gjithë qytetin. Ka pak si kjo. Po këto muralet? Këto janë të bëra nga ne, për të kujtuar dhe për të sjellë idenë, imazhet e kohës, siç ka qenë më parë. Për shembull, janë luftëtarë të kohës, kanë qenë. Atje përpara kësaj godine në sheshin kryesor, në shekullin e 10-11, ka qenë tregu i madh ku vinin fshatarët nga rrethinat rrethëqar, edhe shisnin prodhimet. Po besoj që ka mbet pak prej asaj kohe, sepse tash bëhet edhe tregu i Krishtlindjeve, e ka edhe një veçanti
Shumë të madhe, po besoj. Po, edhe tregu krishtinjve e ka traditën e vetë që bëhet përpara në sheshin e një të shesh. Ai zgjat nga 25 nëntori deri në 6 janar. Ka edhe ajo atë bukurinë, veçantinë e vet, një atmosferë tjetër e pa konkurrueshme. Është vërtet një vend shumë i veçantë. Munden të gjithë shikuesit ta shohin kështu edhe në pamjet të cilat do i kemi ekskluzive për gjithë shikuesit e Pasion e Profesion. Është një vend shumë i bukur, Lorenz, ju përgëzoj edhe për mundin, por edhe për gjithë suksesin që e keni arrit deri tash. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Kënaqësi. Po, për fund kështu të pyesë edhe diçka. A e keni menduar ndonjëherë me u kthy në Shqipëri? Po, sigurisht. Edhe pse po besoj që e vizitoni shumë shpesh. Sigurisht, ne me Shqipërinë jemi shumë të lidhur. Kryesisht ne vim nga Tirana dhe Tirana është vendi ku ne jetojmë, kemi akoma shtëpi tona. Shqipëria ka ecur, ka evoluar. Pse jo, gjithë një ditë dhe kemi hapësirën, mundësinë, dëshirën që të jemi pjesë e jetës tonë aktive në Shqipëri. Po besoj që ka edhe mysafir të shumë nga Kosova dhe nga Shqipëria këtu. Ka shumë, përveç miqve dhe shoqërisëve, njerëzve që e marrin vesh, nuk e din, sepse vetë komuniteti shqiptar këtu është në një numër shumë të vogël. Ne bashkë me shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës bëjmë një numër relativisht të vogël, nuk në gjithë Çekinas bëjmë rreth 200 veta, kështu që për vetë këtë fakt që jemi pak, ka disa kolegë, miq shqiptarë edhe të tjerë që ushtrojnë aktivitete të suksesshme, por duke qenë se jemi të veçantë në këtë shesh, gjendemi kollaj si pikë destinacion nga të gjithë shqiptarët. Po besoj edhe pse jeni pak rreth 200 personave, po besoj që i gjeni kohë dhe gjeni ndonjë rast që mos harroni traditën e juaj, apo jo? Po, ajo duke qenë se veçantia si thash në fillim, Çekia vetë hapësirat, mundësitë që i ka detyruar gjithë që janë këtu, të jenë pjesë me familje të veta dhe duke qenë që ne jemi të lidhur shumë me familje, ka njerëz që kanë krijuar dhe familjet e veta nëpërmjet me komunitetin brenda vetes, vazhdojnë dhe ruajnë traditat, gjuhën që është shumë e rëndësishme tek fëmijët. Dhe këtë pjesën tonë shqiptare që nëse ndajmë asnjë. Lorenz, faleminderit shumë edhe një herë, ishte kënaqësi e madhe. Ndoqëm së bashku materialin e përgatitur në Republikën Çeke, jemi kënaq, kemi shiu ushqime të shumta dhe mikpritja e shqiptarëve atje normalisht që ka qenë fantastike. E tash është koha të përshëndesim edhe Florianin që na ka ardhur në studio përsëri këtë javë. Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove këto ditë në Kosovë? Mirë, super. Mirë. Atë kemi mundu pak më ardhur çdo javë këtu në Pasion e Profesion, apo është kënaqësi dhe ndoshta e kishiu pak më ndryshe kuzhinën në këtë ambient? Ja, faleminderit për juve, ishte kënaqësi për çdo sen. Çka kemi përgatitur sot, Florian? Sot kam e bë menynë e parë tagliatelle me kpurdha edhe me ribeye steak. Okej, super. Po tagliatellet nuk po i shoh që i ki këtu. Po më duket që duhet me t'i sjellun. Patjetër. Po i marr pra edhe tagliatellet nga P&K, cilat janë më të mirat normalisht dhe i përdorim. Andi, përshëndetje. Si kalove? Tek këndi ETC-s, ku mundemi me gjetë çdo produkt, janë edhe tagliatellet, pra pastat e P&K-s, cilat i përdorim çdo herë në shtëpitë tona, por gjithashtu edhe këtu në studio. Po ja dërgoj Florianit. Florian, urna. Faleminderit shumë. Fillu ndoshta edhe me zgjedhjen e tyre. Po e shoh që gjithçka e ki kështu gati në dispozicion veç me fillu. Po shkoj po edhe të Andi po e pyes për recetën sot. Andi, përshëndetje. Si kalove? Mirë, faleminderit. Si kalove te? Mirë, super. Faleminderit që je çdo herë pjesë e Pasion e Profesion. Jemi këtu bashkë në studio. Jam gjithmonë. Sot kemi vendosur me bëni fileto levreku me salcë limonit, me shoqëruar me pak spinaç.
Okej, nisi po e pres. Do me thonë, së pari fillen me fileton, Po. po i shoh 2 limona. Pak ma tani, as pak spinaq, salat kale, hudër, Okej, super. edhe melmesat e podravkës si gjithmonë. Si Mos t'i gjithmonë, harrojmë. vegeta dhe erzat e podravkës janë në trezat tona. Torian, pa e mojnë men pjatën e parë, Po, kur ke fillu në kuzhinë, cila ka qenë datë, ka dalë mirë, apo do shta ke qenë në ato fillimet pak i dëshprum që ka dalë pjata, a me të parën e ke startu mirë. në fillimin kur e kum startu, do me thonë pjotën e parë e kum bo pak me stres. Okej. E ka qenë për një person shumë të mirë, do me thonë për hoxhën tem, për shef kuzhinë. Po, Normalisht që e pas ke pas pak me stres. me sukses ka dollë me sukses. Cila ka qenë ajo? Çfarë pjate ke përgatitur për herë të parë? Pasta Napoli, Okej. është me sos patligjon. Do me thonë ushqimi që ti ma me qef e bënë janë pasta, po m'duket. Pasta, peshku, mishi, gjithë një kombinacion. Gjitha. Ta. E përderisa shikues të dashur, Andi dhe Floriani janë në hapat e parë të përgatitjes së pjatave, ne po shkëputemi për një blok të marketingut, por qëndroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak. Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku I parë I marketingut e tani jam tek ky seti I mrekullueshëm I Karagjës. Pra Karagja na ka mundësuar që të kemi të gjitha enët më të mira dhe më kualitative nga Karagja. Dhe këto ky set pra është I mrekullueshëm. Gjithashtu unë kam e pi një çaj tash në filxhanin e Karagjës. Po e marr një çaj Beauty nga Podravka, sepse tashmë çajat na duhen gjithmonë këtë kohë. Pra ky është çaji Beauty që na ndihmon që të jemi më energjike, më të freskëta kështu për çdo ditë. Torian, si po të shkon? Mirë, super. Po e përgatisun çajin. Edhe po ta liroj tash këtu hapësirën. Shkoj pak të Andi po e shoh se si ka punët këtu. Andi, s'po të shkojnë? Super. Apo na tregon edhe ti për pjatën e parë që e ki përgatit dhe çka ka qenë, a e man mend? Po, e majnë mas. Krejt në fillim. Unë më punë dim sa të kohë dhe konferenca konë e madhe për me mbrit dete me hinë pjata me bo. Majnë manë se shefi kuzhina së kona pa të qëti me bo risotto. Tu që pjata porë konë risotto me bo. Risotto që shërbojmë na në mënyrë të langshme, me zi për fillimit, për rizin si javën e kalunet që shëpata, që e bona, për fillimit. E cilat kanë qenë ato komentet e para që I ke marrë? Jo të mira. Jo të mira, se... Po përbona real, ose fillimi, o thonë. Për tërë ke me bo një pjatë, o thonë më ndryshe. Do me thonë, po, qato komentet që kanë qenë jo të mira, të kanë bo ende ma të forte dhe të kanë bo ndoshta me u mundu edhe me mësu diçka edhe tash me arrit këtë sukses që I ki sot. Po, vërtet. Florian, Po, po si e përshkruan gatimin tënd me 3 fjalë? Tagliatelle porcini, ribeye steak. Okej. Po, a ka ndonjë moment, ndonjë aromë, kur je në qeki që
Po? Ta kujton Kosovën. Shumë. Cila është ndoshta ajo që mas shumë ti kur e dëgjon e ki një kujtesë vendit tonë. Kosovën mas shumë aroma e brumit. Okej. Se jena rrit, mas shumë Jemi e rrit. buk. Nana, gjyshet tona, kanë përgatit tona gjithmonë. tradicionale. Po besoj që edhe vegetën kur përgatit me ta atje, ta kujton Kosovën. Që shumë, vegeta pa vegetë së më rrinë. Por gjithashtu, pasi që e kemi vegetën këtu, për ju tregoj që vegeta vjen me një paketim të ri, por e ka shijen krejtësisht të njëjtë, si ka qenë më herët, vetë se është ky paketimi më modern, më i bukur, edhe pse edhe ai vjetri ka qenë shumë i bukur dhe na kujton neve dhe fëmijërinë, por po ja lë edhe këtu Florianit se i duhet, po besoj. Pa tjetër, pa vegetë s'ka. Andi, po cila është aroma jote që ty ta kujton fëmijërinë? Kur ke qenë i vogël, kthen brata. Unë zakonisht aromat e mëngjesit që i bëjë mama, lëkuma, ajo të french toast që buka me vloq të sene, më kujtojnë fëmijërinë. Që ato kom pas qefa dhe alës si që tash të i fëmijë, kur kom po shemi të mamët, apo na bënë qysh na ki bo ma herët. Po si e përshkruan vetën me 3 fjallë? Unë veç me një asha përshkruaj vetën me disiplinë. Unë e kam disiplinë. Në punë kam disiplinë. Që kjo më bënë të më arritë ku po jam në moshë 3, me disiplina në punë. Ande i rije. Florian, po a përzin ndonjëherë, ndoshta ndonjë element të kuzhinës shqiptare në atë qeke? Po, ka specialitete që mund me bo një kombinim me mishin e lopës, të kingjit, kanë shumë, do me thonje, të përbashkët. Po. Po më duket që edhe je drejt fundit, Po, nëse s'po gaboj. ashtë. Po shkëputemi edhe për një blok të dytë të marketingut dhe pastaj rikthehemi për të provuar pjatat e Andit dhe të Florianit këtu në studion e Pasion e Profesion. Përshëndetje për të gjithë shikuesve të emisionit Pasion e Profesion. Si çdo epizod tjetër, edhe sot kemi vendosur të bëjmë një recetë me produktet e Zovade. Sot kemi vendosur të bëjmë një hamburger. Siç po shihni edhe vetë mishi vjen i gatshëm. Kjo që na duhet sot për këtë është pak bukë. Sot kemi vendosur të përdor pak sweet chili edhe pak perinë. Dhe sa mishi bot na bëjmë bukën gati.
kthehemi përsëri bashkë në studion e Pasion e Profesion pas bllokut të dytë të marketingut. E tani është koha më e mirë sepse do jetë edhe testimi pjatave. Pjatat po duken fantastike e këtu bashkë me mua është përsëri Patrik Augustini. Përshëndetje. Patrik, mirë se erdhe përsëri. Mirë se gjeta. Shpresoj që nuk e pritu me ardhë dhe shpresoj që kanë me të pëlqyer edhe pjatat edhe kësaj radhe si erën e kalume. A kina i fjallë me thonë për vllaun sot? Vlau si vlau. Është profesional, korrekt, disciplinum. S'ka ma shumë. E kemi vrejt edhe ne në studio që tama janë këto fjallë që po i thuti sot. Florian dhe Andi mund të vini këtu, ti sjellni edhe pjatat e juaja. Dhe ndoshta të na tregoni pak procesin deri në fund të kësaj pjate, si keni arritur te këto pjata të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Unë po i marrë edhe disa pjata nga Karagja që kemi këtu përballë, bashkë me... Po e prish pak këtë setin këtu, po s'ka problem. Pjatat e bukura nga Karagja. Florian dhe Andi, faleminderit shumë për këto pjata të mrekullueshme. A mundeni me na tregu pak procesin si keni arrit deri te përfundimi i pjatës? Kjo është një pjatë, do me thonë, ribeye steak, i filetum, medium, i pjekun, me tagliatelle porcini. Okej. Andi? Dërsa pjata tjetër është fileto levreku, e shoqëruar me spinaç, sallat kale dhe sos limonit. Urdhna Patrik. Po filloj me peshk. Unë ndoshta po e marr, po filloj edhe unë me pjatën e Florianit. Sa bukur u duke, Shumë mirë. kështu Lumë qindur. me të ardhë pak gjyna me e prish këtë pjatë. Patrik, për cili është ushqimi ti preferum? Për mu qëtu Floriani shpesh i kanë rejtë atje në restoran edhe i kam të preferu më qëtu tagliatelle porcini. Shumë e shëshme. Lumë qindur. Ndo një koment? Patrik? Shumë e mirë. S'di që me thonë, lumë qindur. Bravo. Suksese. Nuk kam çka me shtu përveç fjalëve të Patrikut. Pjatat fantastike, shumë të shishme. I lumë shindurt. Edhe prej meje. Faleminderit shumë që Florian që ishe edhe sot pjesë e Pasion e Profesion. Do e kemi edhe një javë tjetër Florianin këtu bashkë me ne, sepse ka shtu i thonë Patrik. Faleminderit shumë Andi që je gjithmonë pjesë e Pasion e Profesion. Nëse imja. E tashmë jam tek pjesa e mrekullueshme e Premium Bakery. Dua t'ju tregoj që Premium Bakery mundeni ta gjeni në çdo lagje. Pra edhe mund të bleni produkte të ndryshme si buk tostit integrale dhe gjithashtu kifle të ndryshme, cilat janë këtu janë të mrekullueshme dhe për të gjithë fëmijët e juaj të cilët vinë me ju për të blerë buk, ka edhe donat, cilat janë shumë të dashura për fëmijë, por gjithashtu janë shumë të shishme nga Premium Bakery. Unë ju ftoj që ta ndjekim edhe recetën e artës dhe pastaj rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje për juve, shikues të dashur, edhe një epizod tjetër me mua Artën. Sot do të përgatisim karamelin me krip, ose si që quajnë saltët karamel. Përbërësit janë sheqer kristal, gjalpi, krip himalaje i trash dhe pana. Po shkoj me përgatitjen. Nxejmë panën, duhet tjetë relativisht e nxehtë. Dhe fillojmë me e shkri ose me karamelizu sheqerin. Duhet patur kujdes, sepse sheqeri nuk duhet të ketë temperaturë të lartë. Që mos të djegët, por të karamelizohet.
karamelit ose sheqeri derisa karamelizohet nuk duhet futur luga brenda dhe sigurisht t'i nalet temperatura. Duhet përcjell mirë derisa të marrë këtë formën pa e futur lugën brenda, do të thotë kështu. Karameli ka marrë ngjyrën e kuqremt. Në këtë rast ja shtojmë gjalpin. Duke e përzi me një tel dhe kripën që ta neutralizoj sheqerin. Do të thotë kripën e Himalajeve të trash. Derisa masa të bëhet homogjene kështu dhe të shkrihet gjalpi, e shifni që kripa e shuan. Dhe në këtë rast, ja shtojmë panën e nxehtë. Kjo është karameli, në këtë rast e vendosim në një enë, pra e shifni që e ka marrë ngjyrën e duhur, pra të karamelit. E qesim në një enë të pushoj në frigorifer. Pra mbahet në frigorifer dhe mundemi ta përdorim për deserte, për shirupa ose për çka do tjetër që e kemi të nevojshme. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra që keni mundur të ndiqni në Pasion e Profesion. Unë e falenderoj shumë Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne ishemi përsëri bashkë të dielën tjetër nga ora 18 në Klan Kosova. Mirupafshim.